që na shqetëson ne, edhe intelektualët janë të shtresave dhe të zanatave ose të profesionit ndryshme. Prandaj shqiptarëve u baj thirrje kolegëve që ta vlerësojnë shumë këtë situatë, sa shumë serioze në fakt, për arsye se me një vendim që ata quajnë thjesht, kemi shpërbullimin e zotës hasit, kemi më pak investim ose hiç, kemi edhe zhdukjen me të hasit si fshat. Prandaj kjo as nuk do të ketë investime, as nuk do të ketë tarme për të rinj e hasit, edhe njëkohësisht edhe këto që ka rrit hasit e këtu do të zhbahen. Tani, ne bëjmë pyetje, kjo reformë është që të shkojnë ndihmë qytetarit, t'ja rregulloj jetën, apo ta përzojnë ato që kanë me këto, t'i largojnë nga vendi. Kështu që na bjen përgjegjësi ne, me qenë se ne jemi në këtë pozicion, dhe këtë nis madhe e ka bën diaspora jonë, që është atje, por që nuk e konkretizojmë me këta që po themi ne sot, që mendoj që do ta bëjmë ne krejt, që jemi këtu, dalim si flamurtar të kësaj situate. Prandaj, ne ndash në fund të mbledhjes, këshilltar nderuar, kolegë mi, mendoj që të ndalen, ta diskutojnë mirë këtë punë, të formohet një grup pune që të liqet kjo çuri në mënyrë hapashapi dhe në mënyrë shumë serioze. Unë propozdoj, më faqe ndërprema, propozdoj që ne të drejtojmë Kuvendit të Shqipërisë edhe një letër, ne si këshilltar të gjithë, Kuvendit të Shqipërisë, saktësuar edhe arsyet që ne nuk duam që të prekemi nga ky ndryshim territorial. Përveç kësaj, grupi punës që ka i nderuar këshilltar, të shkojnë në çdo vend dhe në çdo pikë që ka hasi, në çdo fshat, në çdo vend të bëjë digjesa publike. Kjo është procedurë që vijon pas asaj që ne t'i çojmë letër Kuvendit të Shqipërisë, që hasi mos të preket nga ndryshimi territorial. Unë jam totalisht dakord me që thënë. Po problemi është këtu se ne për me bëjë digjesa nuk më mërmendja që ka një hasion që thotë institucionet e hasit ikin prej tunë. Në një. E para. E dyta, grupi punës nuk edhe në qeveri, do shkoj edhe në qeveri plas. Ai grup pune që do të bëhet, ose mendoj që të bëhet, ose duhet të bëhet, në korënësi, flas thjesht nga intelektualët e hasit, të shpresave dhe të profesionet ndryshme, do të ketë takime edhe me ambasadat. Ambasada, nëse kanë marrë angazhim të hujt, ne më na zhduk krejt si qenje shqiptare, atëherë këtë më hapeta. Sepse ne merët hasit, ikjen prej këtuit, atëherë mojnë t'i qojnë këtë njerës në Tiranë, në kryeqytet, edhe të rinë me qatër, që aty e këtu mos keta se tjetë shkëtim. Pra ne unë më thamë që leqe hasi ka shumë arsye, 101 milion arsye reale për mësë më shkritë. Si njësi bashkjake, si njësi administrative më banë, për arsye se ka gjitha të pasurim mbi toksore dhe në toksore, që janë tjerë zakonshme, resurse që i ka rreth i rrallë në Shqipëri, kështu që të nderuar kolegë këshilltar, mendoj që në këtë pikë të ndalemi sot në mënyrën më serioze, kam ndesh me folë, shumë mirë bën kolegja që fuli jashtëzakonisht mirë, edhe të folja secili kolegë këtu, secili dhe ka një mendim për këtë çështje, sepse kjo na dhan në mënyrën më ekstreme të mundshme se është ekzistenca e të ardhmes njerëzve të nhas. Patërë do të Marina e kuptojmë të dajtë shqecimin e vetë jo që për i krejtë, është të dajtë e që për momentin sekretare kërkoj leje, që ose ashtu, që e të fakët atje, dajtë në fjale. Që në zgjatë ma shumë të manë, vetë diseve të manë dhe problematika që në vetë në shqetarë. Me të drejtë, ne kemi mendu dhe kemi pa biset në gjithë me kanë mirë pa, ju funksionani, këshilli funksionan si institucion. Këtë drejt do manë paraqitje
interesin zotit hiq, edhe Armida me deklarasën që e bën edhe majtën për katalog, për fiqin edhe për por duke funksionu Këshilli Bashkiak si institucion, ne kena të drejt vetëm me nxjerr një mund t'janë gjithë një vetë jo emrin ose rezolut, jo deklarata duman është tjetër, nuk mjaftohet peticion, ose rezolut ose peticion, mirë po, në takimin që kena zhvilluar herë në fundit me deputet dhe përfaqësuesin e qeverisë, zotin Shalci, akoma qeveria nuk ka draft. Pra, takimi që u bë para prit, është ndajër për momentin, shumë mira bën takime, mirë po, për momentin qeveria nuk ka draft që ato shkrinjat hasja e, në momentin që paraqitet një draft, atëherë ju një të drejta, ju e një të drejta, me miratu, si ta mendoni ju, ose rezolut. Ajo procedurë, atëherë kemi çfarë bëjmë asnjëri as tjetri. Jemi në kuadrin e draftit, se përpara paraqitet si draft. Para se të miratohet, se do kalim komisione... Pa, kalu draft, a këta të quam thjesht, atëherë desha të thonë që keni koju, mbledhjen tjetër, mbledhjen pasardhëse me miratu, ose rezolut, ose miratoni peticion. Peticioni është ma diçka ma juridikisht është ma e qëndrueshme. Të tjetër se rezolutin e dyshim. Ja të gjithë organet kompetente. Ambasada suportar, ambasada qeverisë. Akoma jena në Por shqiptari, lutem mos hapni debatin politik. Para do të dushi, pastaj fjalën e kujt do të shërzet. Me plësë është të vërë me paraforësit, në të dërë. Por, realiteti është se ne nuk kemi asë gjënë njërë. Kjo është vërtet. Sepse e bërë me konsensus për të përsa. Ty është mu është për një 500 në zëlluka, në të qëtërë. Ne vetë të Ja, ty të nuk është puna e rëndëm, nuk ka asë që më të punë. Shko! Nuk është puna me më për të vendinjë për pa njëri. Por, realisht ato bërë me konsensus. Pësë për të vendosë në asë pitë të shmojë për rangë. Ne, për të të shmojë, s'ko asion që dhët me shrimë Përndaj do të dhauni atëre gjatë e amin dhaun një Fisë, e të vërë të e të të vërë me ty I që ato të të në Shëfqet Kja bërë kolicion për të për të të ranë edhe mesën e mije me bërë Ju lutu me e pasati të bate Me shkuna dhe vëshohet se mërë zotin e O shatë Ka të ka të randyshe Të nuk rëmë në flema në dhe që bërë në bashkë që të ka ligjën në dyshe Unë jam shumë dakord me kolegën, asë një aksion nuk do në shkirë bashkërisë. Gjithsesi, mos ta marrë në të pjesën qeveria me hasin. Është një reformë territoriale, nuk ka shkirë vetëm me hasin, është me gjithë Shqipërinë. Ama edhe unë jam dakord që nuk ka asë një aksion që dëshiron shkirjen e bashkërisë. Gjithsesi janë politika që reforma territoriale ose që shkon për një hasë. Se të padë të njërë me këtë qështë dhe ne s'kina gjonë koshtë. Ne kena, Po, atë e fjallin të javim sekretarës përgjithshëm të bashkisë hasë. Faleminderit për të Këshillit, të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak. Kam kënaqësinë të jem sot pjesë e kësaj mbledhje. Kam shumë besim tek administrata e jonë që ka përcjellë këto projekte të cilat mendoj që brenda këtij takimi do të kalojnë në vendime. Unë do të ndalem pak të falenderoj zonën Armida për këtë mesazh që dha lidhur me informacionin që ne marrim lidhur me Bashkinë Has në ndarjen e kësaj territoriale. Faleminderit për këshilltarin zotin Fiqe, se nuk është falendrim se ne jemi gjithë pasion dhe ne gjithë duhet ta ngrenim drejt. Unë diçka mundem me thonë që lidhur me takimin që u bë nga me pjesën e diasporës asiane, kishin përfaqësues deputet të qarku si e marrë kjo, pavarësisht thënies së tyre, ne nuk duhet të heshtim. Sepse kjo plagë rëndon mbi trupin tonë. Jo çfarë vendosin atje bëjnë. Ata bëjnë, po mundet mundshme në komunën tonë. Ka histori, ka identitet, jemi njerëz me dignitet,
dhe më thonë shumë gjëra të mija nuk kanë ndodhur të ne, që më shkryje në spitalit, kalimi spitalit ditor, shkryja strukturave, ne si drejtues të gjithë institucionet kemi edhe detyrë, edhe obligim që të ngremë zërin më tepër që duhet, sepse jemi përfaqësues të popullit, pasion, që ne të çojmë fjalën aty ku duhet. Më komunë, më forcë, më peticion, me çfarë mendoni ju, ne jemi nga dëshmëri dhe mbështetje njëri tjetrit. Sepse familjet tona ne nuk mund të na lëkojnë askush. Kemi baza forta, është bashki me rrënjët e edhe historike, nuk kemi bashki që është ka nevojë për rendimin e askujt, kemi resurset tona, kemi edhe potenciale njerëzore, intelektuale, por edhe resurset sistale dhe zotëriqe, në të rësorë dhe ndimësorë. Është edhe që në vetë. Ma, pavarësisht që është njësi e vogël, është bashki e fortë, sepse bashkinë e bëndë fortë kura komunikimit 10 orë në televizion. Ne kemi gjithë familjen të jashtë, e shohë për kontributin që janë dënonë, këto janë të investu për më rikëty, me jetu. A kthehen sot, pas një vite, pas 10 vitesh, vendimja është. Prandaj nuk është që politika pa gjitha, duhet edhe komunja. Sepse është ne jemi një dëshmi si për një si për keq për pasarësit ta. Prandaj komunja është shumë e mirë, jemi të komunë çfarë na ka kërcë as gjamash. Unë vetëm një shajnë vogël që është mja bon kolegit Shëfqetit Daudit. Politika është shumë vërtet që edhe që në përpjet po të vret. Politika. Mirë po, e njëta gjo ka ndohë Serbia ka qenë shumë e madhe, Kosova s'ka qenë shumë e madhe. Politika ka ndesh me ekzekutu, nuk mujti me e bo atë punë. Tani ne nuk përpojmë këtë krasim, se këtë krasim është ekstrem, por, jo, në gjithë tonë, ne du t'jemi ndërgjeshëm që në qoftë se ndodhë kjo punë nga politika, në Tiranë, nga qeveria dhe nga opozita, atëre masi nuk do të ekzistojë nga ona administrative dhe as nga ona faktike. Jo, ma nuk ekzistojë nga osi njerëz, sepse jeta këshynë njerëzve bëhet e pa mund shme këto, pik, shkurt. Dhe dytërimisht ne do të vetë organizohemi ne. Vetë organizimi bëhet të mbledh njerëz që janë pak ma shumë ditur ose intelektual, që thash, bëhet një grup dhe këtë zonin e këtë hasit ta përfaqësojë aty ku duhet. Ku duhet të qeveria, të ambasadet, punit, ne bëjmë ata që nga takon ne. Kurse sa për takon reformë territoriale, reformë territoriale është e vërtet, por reforma territoriale bëhet aty ku duhet më bëhet. Tu nuk i që prek reformën territoriale, në qoftë se bëhet reformë territoriale thelbësore. Është qendra e Jemi në kategorinë e bashkive. Jemi në kategorinë e tretë si bashkë. Kemi edhe 19 bashkitë të tjera në kategorinë e parë. Dhe thonë që duhet të shkrirë frikën e edukativë. Falenderuar se kjo punë kjo rrejt në time. Ne do të kur të gjithë kene kjo do të përpilohet, qoftë të grad, qoftë të këtë qatë, qoftë bashkëpunim, në bashkëpunim, edhe në këshillim, dhe tja drejtojnë e qeverit. Me këtë e qeverit e këshillim e në punë dhe veta. Au kry që posë dhe, në gjithë një njëmi, asë s'ka qenë, asë s'krim të bëjmë të bashkë në rovë. Jo, në këmë të bashkë. Për këzëdime. Kjo mi vdim. Dhe vetë bja rrugë është që sekretarja këshillim, të përpiloje, nda që petit qatë, nda që deklarat, nda që
rezervu, edhe ja të shkruaj neve, marrë punim, me i administratë, në shqilë, dhe ja delegujmë pikave për që delegujme. E zdarojmë të qeshtë të kjera pëse e bajtë se së është kompetentë tonë. Jo, kjo kompetenca jonë sa na lëkisha shumë, gjatë, palisot. Ti kryetar këshilli, edhe këta bura, edhe gra njerë që jena këto, gjithë bashkë, ashtu, ne Komisionit të reformës territoriale nuk ka si gjithë keqe me drejtu ne një letra nga këshilli bashkisë hasë. Atë po kërkojmë. Për jetë një minutë, po përstem të kërkojnë unë dhe ne krejtë. Pas që ti hapi... Për që të në në dërberta, për më godi bashkia, ne për... Mas ti hapi që ta njerë shka e një që to, mund po një konsult për caktimin e një dheqe ose 12 veç intelektual të ndryshëm, ekonomista, jurista, më thetash, që të regjistrohen dhe të kenë kompetencë ligjore mu taku me pas përfaqësim atje. Kaq? Kjo pra të tonë, nësë do ka mundësi në lartu në bikët e janë dinë, pastaj vazhdojnë këtë bote. Ne do të bëjmë përsen të partitë, se ne në kandidatë gjina kështëtar dhe partive. Dhe partitë tona du të bëjmë përsen, pa tjetër, për mos du me atu loja. Kjo që bëjmë kjo formone, bëjmë ime dhe nga urejnë për dhe të kjo, për nuk është që... A pasë stabit kushtet, stara. Ju bashkaj për gjitha ta, janë debate të nevojshme, janë shumë nevojshme, dhe ne rabyllim këtë ditë edhe ne më qishtu edhe ne më administratës. Atëre, pasit përpillohet pozicioni, besoj këtë postu nga përmiratim, kalëm dhe pikat të rejtë. Miratimi rëndit të ditës. Rëndit të ditën e gjithë më para, i pikat të rëndit të ditën, atëre, për pasdohu ko, kalëm në miratim në rëndit të ditën. Pa kur që gjo, para se ma jetë motiv, jo, atëre i lutu ta jetë motiv miratim në rëndit të ditën. Kur shënë po, undra, abstenim miratohet për mrejtë. Kalëm në piket në ty. Miratimi për zërbajt të mrejtë si mujtë e lartë të datës 25 zëranin 2026. Pra, në zërbali e i vjedhës kalume. Ka kush në gjallë një për zërbali vjedhës kalume? Pas da e motim? Lutëm, da e motim, ikin në ojtë. Kush është pro? Kundra, abstenim, nuk ka miratore. Kalëm në pikin e trejtë. Projekt në njëm, shtetë fondës në bujqit në bashkisas për kitën 2026. Relatori qeshës të kështori sa i peshit. Vazhdo për të meshit. Ma, o të një të Vjene zemë se që më së përshë. Edhe profesor, edhe këtë arshirë në së pasas të legatë, ka fare bashkia. shumë. Këna profesorë. Po shpuni ka në profesor, shpuni ka në profesor që janë të profesor. Edhe vizituar. Përshëndetje gjithë. Sipas projektit që i varur shpersisht. Paraqes projekt në përshtetës punës në buxhetin e Bashkisë Sas. Naturi komplet të drejtu. Po e kena shtetën në transmetim. Shtesa punë po bëjmë me buxhetin të Bashkisë. Nga buxheti që parashiten